Drejtori, në ditën e 4 Vlora vijon të ketë ende probleme furnizimi me ujë të pijshëm. Është prova e tretë që ju po bëni sot për të furnizuar qytetin. Ndërkohë që shikojmë që ka ende probleme. Konkretisht, ky defekt si lindi, pse nuk është zgjidhur ende, çfarë specifike ka kjo tubo që nuk e pas kemi një zgjidhje? Faleminderit shumë për interesimin dhe duhet ta ndjesë edhe me një ndjesë ndaj qytetarëve të Vlorës, të cilët realisht kanë pasur mungesë të theksuar të furnizimit me ujë. Para 3 ditësh, dhe kjo u bam rreth 72 orë që ne arrim te ky defekt, tubacioni kryesor, i cili është i dimensionit fi 1 mish dhe 6 atmosferë, ka psuar shkarja të dherës dhe normalisht ka bërë një tërheqje duke pas një defekt shumë të rëndë. Në fakt, shoqëria Ujësias Kanalizimet bashkë me Agjencinë Kombëtare, po edhe me mbështetjen e Ministrisë së Transporteve, ka bërë që është e mundur që ky defekt të eliminohet në mënyrë sa më të shpejtë. Janë bërë 3 variacione të ndryshme, për efekt edhe të mungesës së bazës materiale, pasi ky ishte një tubacion i cili ishte shtuar në para 12-13 viteve, dhe njëkohësisht nuk ishte edhe në favorin ton, le të themi ishte në disfavorin ton, një pjesë sepse edhe baza materiale të cilat porositë me jashtë na çojnë në periudhë krishtlindjesh dhe prak festave të fund vitit, të cilat ishte shumë e vështirë të merret si bazë materiale. Aktualisht baza materiale kemi arritur ta sigurojmë. Besoj që do vinë sot masdite dhe me gjithë ekipin e shoqërisë e Ujësias Kanalizimet të Vlorë, po edhe me shoqëritë ndihmëse të tjera, me specialistët që kanë thënë, besoj që brenda ditës së sotme në mesnatë ne do e kryjmë si defekt. Drejtor, ju thatë që nuk e kemi rezervë të kësaj tubo. Ky është një investim i bërë në 2009 në tubo kryesore e furnizimit të qytetit dhe deri tani në provën e tretë. Çfarë zone është furnizuar? Aktualisht, kjo është një tubo që është realisht shtruar në 2009, nuk prodhohet më sepse linjat e transmetimit një mishit tash i zëvendësohen me tuba qelikut, që janë gjisë ferrovidale, si dhe realisht kjo tubacion, pavarësisht se ne e porositë në bazë materiale, o donte të prodhohej si bazë materiale, e cila janë elektromanikota. Dhe në momentin që ka ndodhur defekti, këta elektromanikota janë prodhuar, janë në standby dhe mendohet që mëna ditës së sonte të vinë dhe ne të bëjmë riparimin deri në mesnatë për furnizimin me ujë, për rikthimin e furnizimit me ujë të qytetit të Vlorës. Deri tani po furnizohet? Aktualisht kemi një furnizim pjesor, por që është i pjesshëm dhe nuk ka një ndikim thelbësor, le të themi, në qytetin e Vlorës, është pjesa e Lungomarës, por dhe aty është i cënueshëm sepse nuk shkon deri në katët e larta, por shkon në katët e para dhe të dyta deri te biznesi dhe deri në katët e treta, le të themi, maksimalja. Pyetjen e fundit, të lutem, do të vazhdoj të ta mbani të takuar, po deri tani nuk po punoj me kapacitet të plot. Do vazhdoni në këtë formë apo do të triqeni? Po të punoj me kapacitet të plot, kolona e ujit, të cila bëhet nga këto të shkon në kohët e 90 të rezervarit, nuk arrin dot që ta mbajmë dhe do kemi një shpërthim të dytë të ujit. Kështu që deri në momentin që ne na vijnë baza materiale dhe brenda ditës së sotme, deri në darkë vonë, ne do ta riparojmë, atëherë do themi me garanci që do kemi një furnizim ose rikthim të furnizimit me ujë të qytetarëve të Vlorës. Faleminderit. Faleminderit juve.